Kuar meshkujt ose meshkujt neve që kështu është pak më pozitive. Është më pozitiv si tekst. Okej, Lori, si kaloi viti i ri? Mbrëmjet ke pasur shumë. Viti i ri mirë shumë. Përveç se mbrëmjet televizive. Po, kam pasur 2 net kam qenë në një diskotek mjaft një orë në Zvicër, në Somnia. 31. Po, me datën 2 kam qenë në rruga Ferizaj Kaçanik, restorant Mani. Edhe atje me një publik, domethënë besoj që kemi menduar që jemi në një dasëm familjare, ka qenë publiku sikur njiheshin ndërmjet vetes, edhe pa komplekse, kanë vallëzuar, kanë kënduar shumë familjar sinqerisht. Mos i ka bërë zëri yt i ka bërë kaq mison ndoshta. Ja, jo vetëm zëri im, po edhe i Kaltrinës. Unë fakt atje jam ose me 1 ose me 2, është patjetër. Shpeshherë kam qenë me Aziz Muratin. Si vjet, domethënë isha me orkestrën time, Amitin me sint, Bakiun me klarinet, ishte edhe Shqipriu, Gazgushi, edhe Kaltrina Selimi. Domethënë kemi qenë një grup mjaft i mirë. Mendoj që të gjithë e kanë dhënë atë maksimumin e vet. Ti me Kaltrinën shoqërohesh shpeshherë? Më them që un kam disa që shoqërohen, po ka domethënë një kohë që shoqërohemi pak më shumë me Kaltrinën, duke filluar para fundit të vitit, edhe mendoj që është një vajzë e përkryer, është një shoqe shumë e mirë, është shumë transparente edhe është shumë e chillter edhe e sinqert, do të thoja. Dhe mendoj që e kam një ndër shoqet e mia më të mira, atë edhe Violeta Kajtazi, normal që për Violetën e din gjithë sepse e kam prej kohësh, po e kam edhe komshi edhe e kam edhe miket familjes, po Kaltrina me të vërtet më ka befasuar për mirë. A është vërtet që ti ku e pret Kaltrinën dhe kur vjen me dritarin sa keq të vjen, do të vjen me Kaltrina? Jo, përkundrazi, dritoni është një njerëz shumë pozitiv, shumë tolerant dhe unë mendoj që janë një çift shumë i përkryer, janë shumë të mirë që të dy. Ndjem shumë mirë. Këtë vit Lori na tregon drejtën. I kemi parë sikur artistët në programet pak sa ne shikojmë në ekran, janë dashur shumë me njëri tjetrin. Pikërisht këtë vit ka ekzistuar një armiqësi e paparë. Shumë armiqësi e paparë. Në realitet, në pak ne shikojmë aty tek ai ekrani i vogël. Okej, asnjëherë njerëzit nuk i din për pas skenat. Nuk e di, nuk do të thoja, unë në fakt gjithmonë jam munduar që t'i ruaj raportet shumë të mira me kolegët, duke parë punën time gjithmonë. Po, nuk e di, kjo ekziston, ma mirë që ekziston gjithë botën, është konkurenca që i shtyn domethënë artistat në një mënyrë apo në një tjetër që ta kenë atë xhelozinë e profesionit, do të thoja, edhe normale. Xhelozi e profesionit. Po unë mendoj që të jetë ashtu, po. Unë shpresoj që të jetë ashtu, nuk e di domethënë si mundet me qenë, po shpresoj që të jetë e tillë, mos të jetë armiqësi. Lori, një program që është komentuar shumë në fakt televiziv, ishte dhe që është ndjekur shumë, është hedhur dhe në YouTube shumë, po klikohet, ishte programi i Labit të 21-shit, ishte të pranishme, aty me shumë artistave. Një vetëm një pyetje dua të bëj. Mendoj që ka pasur vend dikush tjetër aty, përveç se Lori e ata që ishin, që kanë merituar për të qenë në këtë program, që ka qenë një program shumë i ndjekur. Okej, unë me sa di, zakonisht në atë emision çdo vit Labi thret 21 këngëtarët më të pëlqyer të vitit. Po si vjet, nuk e di, domethënë si vjet ndoshta ashtuar pak numri për shkak që artistë neve kemi plot mirë. Ndoshta ka munguar, neve me siguri që kanë munguar plot emra, domethënë të njohur të estradës. Po nuk ma mirë menja që është arsyeja Labi. Besoj që për arsye të njërit apo tjetrit ndoshta s'kan qenë pjesëmarrës, po. E se duk puna e veshjes, po ç'kishin ata, i kishin syt më ballë që ma vlerësuan Lorin, jo maksimalisht sa duhet. Okej, nuk e di. Ishin stiliset, Valdrini ishte aty, krenaria, Vjollca, këtë Vjollca nësë po e përmendim. Jo, si ishte krenaria, ishte, si e ka ajo, Rugova, nuk e ka krenaria, Blerina, okay. Blerina Rugova, nuk qenë krenaria, dhe Gili, nëse Gili vetëm 10 tha. Okej, Gili normal, ka qenë në pozicion në të cilin ishte këngëtar dhe faleminderit shumë, sinqerisht. Edhe unë jam ndier shumë mirë, gjë që mendoj që kur ndihem unë mirë me veten edhe ndjen edhe të tjerët mirë, domethënë. Bardhe kuq edhe te flokët ishte kujdesur Lore. Ti vjen ke parë? Okej, unë dua të sqaroj diçka për duken time atë natë. Në fakt ideja që të jem unë të kem vetëm flokët e kuqe edhe buzët është marrë nga një mund të thoya një personazh goxha i njohur në Milano,
Ai jo vetëm që është një stilist flokësh, domethënë prej kohësh është komplet familja Stërgjyshi dhe të gjithë. Është por ai kujdeset italian, ai kujdeset. Prandaj shkon në Itali shpeshherë ti. Prandaj që të duken bukur. Po prapë. Okej, domethënë ai nuk është vetëm stilist flokësh, domethënë një paruker. Që ka disa sallone të vetat në Milano, në Torino, domethënë në qendër të Milano si ka 2 e tjerë, por ai merret edhe merret domethënë edhe me këngëtar mjaft njohur. Unë e di që ai ka qenë domethënë i ka bërë atë dizajnin, si thuash, i ka dhënë idenë e dizajnit Vasco Rossit, ti e njeh që është një këngëtar goxha i njohur në Itali. Edhe shumë tjerëve, edhe një vit ka qenë parukeri i parukeve të Pradës. Pastaj mos diskutoj që aty vinë emrat më të njohur të televizioneve italiane, domethënë Pesës e me radhë. Dhe për këtë spektakël Lori është kujdesu natyrisht. Domethënë ideja që unë të kem vetëm flokët, sepse siç e dim të gjithë, trendi nuk ka qenë absolutisht bardhë kuq. Domethënë asnjë kreator i modës njohur nuk ka pas bardhë kuq kombinim, absolutisht. Dhe në këtë, domethënë gjithë duhet kishin kujdes se çfarë duhet bënin. Domethënë ideja një herë se çfarë duhet kishte i bardhë kuq që dukesh trendi. Dukesh trendi për 2012-ën, sepse është viti në emisioni është transmetuar në 2012-ën. Edhe, okay, në rregull, unë domethënë u bazova në mendimin e tij që unë e çmoj shumë, dhe flokët, domethënë ngjyrën e kuqe mi ka bërë special ai, kuqet X-Stationit, sa to janë X-Station. Pastaj për të realizuar komplet idenë, është merit e Vjolca Llapashticës që më ka dizajnuar fustanin, një fustan mjaft modern i bazuar domethënë në një xhaket burrave, pjesa e sipërme, edhe pjesa e poshtme domethënë me u duk më baby, po domethënë prap me u duk një femër e fortë. Është domethënë një kreacion që mua më ka pëlqyer shumë. Vjolca mi ka bërë disa dizajne, edhe mua më ka pëlqyer ky më shumë. Dhe normal për grimin e falenderoj shumë Sofkën, sallonit Arta dhe flokët, domethënë flokët Nagipin. Sa shumë falenderoj ti i paguan ta apo? Apo ti kanë shkuar gratis? Okej, unë e bëj një falenderim, më kanë bërë dhe shumë herë gratis, që kështu e kanë patjetër me i falenderu sepse jam duk shumë bukur si vjet. Edhe kjo është e rëndësishmja, janë komentet e njerëzve, janë komentet e njerëzve sepse duket sikur po lavdroj veten, po komentet e të gjithëve që unë jam duk mirë dhe unë jam djerë mirë, me thënë drejtën. Ti doje të merri mikrofonin të thojë diçka pse të vlerësuan ashtu për shembull? Dëgjoj, për momentin, do ishte shumë mirë nëse do ishte bë dhe unë këtë mendova. Po faleminderit ose pse? Unë ju thash faleminderit gjithsesi. Edhe pa mikrofon i falenderova, sepse, okay, shija është relative. Edhe pse në rast të parë unë dua që kur të më dikush kur të më vlerësoj mua pikërisht, domethënë atë natë, duhet të di vetë njëherë për vetë të vishet, pastaj të vlerësoj. Mos flasim këtë e kuptova unë. Mirë, vazhdojmë proship me Lorin, po. Do të ndërpres pak Maxi. Pa kafe po nesër. Shqyr që njerëzit, publiku i gjerë, fansat ton kanë shije, kanë sy, shofin edhe e din kush është e bukura. Dhe unë gjithmonë, domethënë, ja lejnë dorë publikut, ai vendos gjithmonë për neve. Që kështu nuk kam pse të diskutoj më rreth kësaj teme. Unë jam djerë mirë. Top këngëtare në vitin. Faleminderit. Okej, ne vazhdojmë në proship me Lorin për të gjithë ju që keni ardhur më vonesë, na dëgjoni në 91.1 Fomosteru në Top Kosova Radio, por dhe në internet online. Nëse keni klikuar në webfaqen e gazetës së Kosovës sot.info në të djathtë poshtë është linku. Aty ku shpeshherë ku referohet i në Dukes, shpeshherë lakot Lorin në Kosova sot. Mos e mbusë që bukur. Gjitha investim që bëj, shiqyr që vlerësohet. Edhe më shpërblehet. Lori, ti morën një dhuratë për vit të ri? Zakonisht merr dhurata, në dhuratë që ti e veçon për shembull? Dëgjoj Maxi, unë si vjet me sa di nga njerëzit e mi që më kanë thënë në telefon,
Kam shumë dhurata kur shkoj atje, domethënë gjithë familja më kanë bërë dhurata. Do një që pret ta hapësh, domethënë se do ta shikosh. Nuk i pres gjitha, se asnjë nuk di se çfarë është, s'po më tregojnë. Dojnë që të mi bëjnë gjitha surprizë. Edhe akoma si kam marrë dhuratat. I kanë vishë se po dhurata më e mirë dhe më e bukur është kjo mirënjohje që unë mora sot, sinqerisht. E them me sinqeritetin më të madh. Na vjen mirë. Sepse gjërat materiale jo gjithmonë kanë vlerë sa gjërat e tjera, domethënë që të motivojnë, po. Okej, Lori, ti ke gjërat që të pëlqen, nuk të pëlqen në jetë, për shembull të bësh, që të pëlqen më shumë, ti përveç se natyrisht e dim muzikën, që është dhe profesion. Që më pëlqen të bëj. Të bësh. Është unë e kam cekur edhe ose e kam thënë gjithmonë është gatimi. Gatimi. Gjëja që unë e dua më shumë tim, domethënë që nuk e ndaj nga profesioni im është gatimi. Është kuzhina. Kuzhina. Tjetër gjëra që të pëlqen. Sepse ndihem mirë kur gatuaj. Je mërzitur me udhëtimet avioneve apo të pëlqen përsëri? Okej. Është puna. Është puna e tillë. Jam mërzitur. Kam filluar të mos kem durim. Domethënë më duket një orë si 4 orë në avion. Megjithatë prapë dua udhëtimet edhe nuk mendoj, është pak edhe psiqike, duhesh me përgatit trurin që kjo është puna jote edhe nuk ke absolutisht rrugdalje tjetër. Që kështu e ke patjetër, sepse varesh nga ky profesion edhe çdo gjë e ke të lidhur me këtë profesion dhe me mbrëmjet jashtë patjetër. Të kam marrë të udhësh me tren? Me tren apo ka vite dhe vite? Jo, kam udhëtuar me tren. Unë kur shkoj jashtë, zakonisht udhtoj brenda për brenda, për shembull në Itali kur shkoj diku në një qytet tjetër, shkoj me tren sepse është zgjidhja më e mirë, po është zgjidhja më e mirë. Ose ne na takon edhe në Gjermani ose në Zvicër kur shkojmë nga një qytet në një tjetër, zakonisht e shfrytëzojmë trenin, është zgjidhja prapë më e mirë, shkon më shpejt se sa me makinë. Edhe treni duket shumë normal edhe më pëlqen, është goxha komod. Jashtë sidomos trenat janë goxha komod. E me push prej vërteti, me pistolet, ke gjuatur në vjerë? Unë vaj mend kur kam qenë në Shqipëri edhe pse pistoletën e kam pas gjithë jetën në shtëpi se babi oficer. Po asnjëherë nuk kam guxuar edhe kur e shikoj ato ja babit lutem ma hiq mos ta shoh. Edhe sa i gjithmonë, jo, absolutisht, gjithmonë ka dashur që të më mësoj. Sepse babai im është një qitës shumë i mirë, domethënë është goxha i mirë. Edhe i ka edhe ai disa medalje kështu për qitjen, po me të vërtet. Un kam mësuar në shkollë në fakt. Neve atëherë kemi pas zborin edhe e kemi pas të detyrueshme. Një herë mbaj mend kam qelluar me pushk edhe më ka dhëmbur krau një 2 javë të mira. Sepse nuk kam ditur ta mbaj mirë pushkan. Si përfundim qellova aty afër shenjës. Po, mirë ja ka vletur. Jo, ja ka vlet. Fobi ndaj kafshëve, Lori? O, zot ndaj gjarprit, o zot. E ka ndonjëherë? Kam parë edhe. Kërkon ta marrësh një gjarë për të buta mbash në dorë? O zot, asnjëherë në jetë, as nuk mendoj. Ka mundësi atë gjarprin ta sjellësh? Nëse don me u bë armik me mua kur dush. E ndaj kafshëve të tjera ka ndonjë? Ndaj kafshëve të tjera jo, përveç se miun e kam shumë, jo fobi, po nuk e di, më vjen kështu, i themi neve, më vjen vështirë kur e shoh. Është i goxha i gërditshëm, po jo, kafshët e tjera jo. Okej. I kemi gati këngën parodi që është së bashku me djalin Shqipëri. Me Shqipëri Kelmendi ose Lazgushin. Është një parodi shumë interesante, leze, dëgjojmë më pas rikthehemi.
Atje ta kisha jet, ma zani vend kisha bet. Koma të miran